Vazhdoj me lajmet të tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur zyrtarisht procesin e dërgimit të fletëve të para të votimit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit për qytetarët shqiptar që jetojnë jashtë vendit dhe janë regjistruar për të votuar nga diaspora. Ky është një hap i rëndësishëm drejt përfshirjes të gjerë të shqiptarëve të emigracionit në jetën demokratike të vendit. Sipas të dhënave zyrtare të KQZ-s, deri tani janë dërguar 57.666 zarfim në fletët e votimit, të cilat i përkasin qarqeve Durrës, Berat, Dibër, Elbasan dhe Kukës. Këto fletë janë shpërndarë në Itali, Greqi, Gjermani, Francë, Britani të Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku jeton një pjesë e madhe e diasporës shqiptare. KQZ-ja bën me dije se fletët e votimit do mbrijnë në adresat e votuesve nga 15 deri 22 prill për Evropën dhe deri me 25 prill për vendet jashtë kontinentit, duke lënë kohë mjaftueshme për plotësimin dhe kthimin e tyre në Shqipëri. Çdo fletë votimi duhet kthehet brenda 3 ditëve nga momenti i marrjes, ndërsa afati i fundit për të mbërritur në Shqipëri është data 11 maj ora 19. Çdo votë e ardhur pas këtij afati do konsiderohet e pavlefshme. Procesi i përgatitjes, dërgimit, numërimit të votave të diasporës po zhvillohet në Pallatin e Sportit Feti Borova, pra në Parkut Olimpik në Tiranë, që shërben si qendër administrimit të gjithë operacionit.